Dikur kinema Alidemi, vendi ku qytetarët e Vlorës e kishin si të vetmen mundësi për të parë filma shqiptar të ndryshëm, duke shpenzuar një pjesë së kohës së lirë, ndërsa tashmë është kthyer në një problem për të gjithë banorët e lagjeve, Partizani, Lirim, Karabash, Topana dhe jo vetëm, por veçanërisht për banesat të cilat gjenden përgjatë rrugës Alidemi që të çonë në drejtim të spitalit rajonal, e mbuluar nga shkure dhe barishte të shumta. Një prej simboleve të jetës së qytetit është kthyer sot në vend grumbullim mbeturinash, shndruar njëkohësisht në një vatër infeksioni. Kinemaja e famshme e Vlorës, pas marrjes së pronësisë për truallin, ku ishte ndërtuar, nuk u kthye më kurrë në gjendjen e mëparshme. Në vend të godinës, e cila lulëzoi për shumë vite, sot gjendet një grop e madhe e mbuluar me barishte, shkure, nga insekte, por gjithashtu edhe mbeturina. Duke parë gjendjen, në të shumë persona të papërgjegjshëm vazhdojnë të hedhin mbeturina të shumta, duke e kthyer në një zonë të ndotur ku mbizotrojnë mbetjet urbane. Errat e pakëndshme që vijnë prej saj, një tjetër shqetësim për banorët e zonës, të cilët çdo ditë janë të detyruar të përballen me to. Posedimi i dokumentacionit të pronësisë nga administratori e ka bërë të vështirë ndërhyrje në këtë objekt. Ndërhyrje këto qoftë edhe për ta pastruar apo për të rehabilituar zonën në fjalë. Institucionet pa të drejtë për të ndërhyrë në një pronë private e cila ndër vite vazhdon të jetë në të njëjtën gjendje. Ndërkohë, nuk ka asnjë përpjekje për bisedime mes institucioneve lokale dhe pronarëve të tokës për të paktën një pastrim aty. Ata të cilët i vuajnë pasojat janë banorët të cilët janë të detyruar të durojnë çdo ditë ndotjen. Nuk dihet se çfarë do të ndodhë në vazhdimsi. Ndërkaq, gjendja që është lënë sot shëmton pamjen e një prej zonave më të frekuentuara të qytetit, rruga që të çon në spitalin e Vlorës. Sipas informacioneve, e drejta e pronësisë nuk ndikon as pak në aksionet e pastrimit, duke marrë parasysh shkakun që është kthyer në problematik për qytetin. Aksioni i pastrimit ky i neglizhuar ndër vite, edhe për faktin se ekziston një argument pse nuk kryhet. Vlen të theksojë se ndër vite në të ka munguar një aksion pastrimi për ta rikthyer në normalitet, teksa nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me zonën në fjalë. A do të gjendet zgjidhja që të ketë në të një investim vitet e ardhshme, apo do të mbeti në këtë gjendje siç është sot?